Në momentin kur revolucioni Flamingo po frymëzonte shumë kënd të dilte nga rehatia e shtëpisë e të zbulonte kënaqësinë më të madhe në bulevard, politika ishte në pikën më të keqe të saj, pasi për të parën herë në histori ishte e papranuar në radhët e atyre që kërkonin të ndërtonin një folet të re për veten në këtë vend. Tentuan shumë të afrohen e të krijojnë lidhje me element të saj në mënyrë që nëse nuk e bënin dot për vete, të zbulonin pikat e dobta për të asgjësuar atë. Në një prej momenteve të mbledhjes masive përpara godinës së kryeministrisë, një deputete heq dorë nga logo e Partisë Socialiste me cilën garoi në zgjedhje dhe fitoi duke u shpallur e pavarur. Shumë kush e dyshoi në fillim, duke menduar se ishte një lëvizje vetë Ramës për të infiltruar në protest pikërisht atë, por me ditët e qëndrimet e saj publike në rrjetet sociale, edhe protestuesit po e përdornin këtë si një fitore të tyren përballë mazhorancës. Sot, pavarësisht sharjeve e kërcënimeve të tërthorta nga mbështetës të PS me emër e të pa emër në rrjetet sociale, sot, kur ka kaluar më shumë se një muaj, nga dita kur ajo u veçua nga tufa parlamentare, Mariana Koçeku qëndronte pa lëkundur në vendimin e saj, duke u bërë një ndër aktivistet më të zjarrta me qëndrimet që publikon. Po si erdhi deri këtu? Çfarë pa gjatë qëndrimit në parti dhe si planifikon të vazhdojë të ardhmen? Mariana Koçeku na e thot vetë teksa gjendet me mua në studio. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit shumë për ftesën. Mariana, kush jeni ju dhe si erdhët deri tek Neomalsoria, ajo që u bëri të njohur? Kur mbyesin se kush jam, pashmangshmërisht flas edhe për vendin prej kave, sepse besoj se komuniteti ku rritena dhe vendi ku marrim pjesë me aktivitetin e jetës tonë, pashmangshmërisht ndikon edhe në vet identitetin dhe atë çka ne bëhena kur rritena dhe kur dalim në jetë. Unë vij prej Shkodrës, prej një zone malore dhe vitet e fundit të njofton për vlerat e soja natyrore edhe turistike, prej liçenit të Komonit, prej Dukazhinit, ku jam rrit edhe ku kam pas edhe një farë suksesi dhe njohje edhe si neomalsore, siç e përmendet edhe jo. jo. Nuk mendoj se ka një person që vjen nga ato vise që ka një sukses më të madh se ju, t'ju them të vërtetën, se jehona juaj ka shkuar përtej, aso kohe ishit e intervistuar madje edhe nga Financial Times apo jo? Mendoj që zona ka nxjerr personazhe shumë të njoftuna mbrana dhe jashtë vendit, ndoshta në forma të ndryshme, por që nuk i ka munguar asnjëherë kapitali dhe potenciali njerëzor në gjitha fushat e mundshme dhe sektorët e shoqërisë tona dhe jo vetëm. Ka qenë pikërisht Financial Times ku arriti edhe kulmi, mund të themi, promovimit të punës time bashkë me familjen. Unë e nisa si një lëvizje ekologjike bashkë me komunitetin e zonës, ata pak njerëz që kanë mbet në atë lugin, dhe kjo ndodhi pikërisht mas kthimit tem pas një farë periudhe të shkurtë studime që pata në Itali. Dhe ka qenë në fakt edhe frymëzimi që unë të kthehesha më shumë se asgjë tjetër. Pikërisht ai vend ku jam rrit, një vend të cilin në fillimet e mia nuk e kam pas as shumë për zemër, për shkak edhe të vet imponimit që më ishte bë gjatë rritjes time për anët negative të izolimit, por duke lexu duhet ta pranoj shumë shkrime të antropologëve të huaj që e kishin vizitu gjatë shekullit të fundit dhe duke pa shumë pikpamje të historianëve dhe intelektualëve të huaj për ato treva dhe tu e pa dhe me synin e të huajve që besoj na kanë edukuar shumë gjithë shqiptarëve si me pa vendin ton, atëherë e romantizova pak më shumë. Dhe ky romantizim që ndodhi kryesisht kur isha larg vendit tem, më ndihmoi edhe frymëzoi më tej që ta përktheja në një vepër konkrete, siç ishte nga një lëvizje ekologjike, më andej edhe një sipërmarrje agroturistike të zhvillimit të qëndrueshëm, të turizmit të qëndrueshëm në atë zonë. Mirë po, Mariana, në mos gabohem, ju jeni më e reja e familjes, apo jo? Po. Dhe në traditën shqiptare, i vogla, kanë atë bekimin e madh që t'jenë të përkëdhelurit gjatë gjithë kohës. Nuk ndodh zakonisht që i vogli të vijë dhe të marrë mbi supe promovimin e familjes në radhë pare, pastaj të një biznesi familjar. Ju, sikurse e thatë, studiuat përcakon në Itali, në Bologna, në Genova. Në Genova. Mund të rrinit atje, kishit aspirata për jashtë, jeni njëri lexuar
në fundit. Janë të pak njerëzit që e bëjnë sot. Pse pikërisht zgjodhet jetën e fshatit? Unë nga ato vite 2020 ndoshta, mbaj mend fotot e juaja që qarkullonin në rrjet dhe pyesja veten, çfarë shtyn një të ri me premisa, me shkollim, të zgjedh pikërisht këtë jetë? Ku qëndronte magjia? Nuk më të them se jam kene përkthelu në familjes, pavarësisht se jam marrëja në moshë, këtë edhe për shkak të rrethanave të vetë vendit ku jam rrit, të vetë jetës që kena kalu që nuk ka një jetë e thjesht dhe të isha e përktheluna nuk ishte as pak në favor as të vetë personit edhe as në vetë të familjes, por kam pas mbështetjen e pamohueshme të tyne. Unë jam rrit në një familje që ka punu në turizëm qysh në 2010-ën. Kjo për shkak se baba jem ka pas punu në hidrocentral, ka ken kapiteni një varkë të vogël, një anije për termat e atij vendi dhe ne na rrit gjithmonë me varka, me shumë njerëz që vinë te shtëpia jone dhe për shkak se shtëpinë kena pas një zonë kufitare mes shatnave dhe buzdrinit, që do thotë që çdo kalimtar për nanën tjetër detyrimisht nalte me bujt pakte një natë o për me hangër një vakt në shtëpinë tonë. Qysh me gjyshin tem i cili është i pari që ka ndërtu shtëpinë tonë që kena dhe sot, mandej edhe me babën edhe me vëllezërit e mi. Pra fëminia jeme ka qenë gjithmonë në dri, në lugin, në male, në varka edhe me shumë të huj prej tonë bote që mu si fëmija so kohë me vite shumë që di se që ka bajnë këta këto. Dhe më kanë ba, mund të them se më kanë baj me imaginu se qa ka për te këtyne maleve dhe më kanë ba edhe ma ndru si rrjedhojt. Unë folë për venet e tyne, për ultimet që i banin në për tanë botën edhe kanë miell mrena meje një dëshirë për me zbulu, një dëshirë ma të madhe për lirin, ma të madhe sa ajo që ndërtohet ose afrohet shpeshherë mrena komuniteteve kaq të izolume dhe një dëshirë për me ditë ma shumë se çka bëhet për këtij rrëthimi. Dhe mas studimeve, mas gjimnazit që kreva në Shkodër, gjimnazi jezuit në Shkodër, unë kam marrë në Tiranë për studime, shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, dhe gjatë studimeve në Tiranë mu dha një mundësi dhe një bursë për me vazhdu një pjesë tjetër në Gjenova në Itali. Kjo ishte një mundësi artë se them drejtën e kisha ndru për shumë kohë se si mund t'jetë jeta në perëndim, për me studiu, për mu rrit me student huj që vinë nga vende të ndryshme të botës, për me zbulu ato teatret e magjishme, biblioteka shumë të mëdha, mesjetare dhe të mavonshme, në këto vende të perëndimit që aq shumë na ishte promovu në vendin tonë, po kishte kënë edhe si një farë modhe ndalume. Edhe pse unë i përkas brezit postkomunist, jam li në vitin 2000 dhe ndoshta anrat janë më të vogta, më të zbeta krahasimisht me brezin para meje, por gjithsesi kanë vazhdu dhe janë jetësu edhe me brezin tem prej mënyrës se si janë arrit, por edhe në varësi edhe të zonave që të thash për shkak të izolimit dhe terrenit që kanë pas. Rikthimi jem ndodhi pak i papritur edhe për mua dhe për familjen time. Unë kur desha më kthy, nana më tha, po çka kena hek me të xhir prej këto, që me dhanë mundësi që na nuk i kena pas kur, edhe ti do më kthye. Dhe ishte pak e çuditshme edhe për ta them drejtën, por ishte pikërisht kjo largësi dhe edukimi që kishin dhënë edhe të hujt me kanë vështrimin e tyre, shkrimet, largësia ban edhe të vetën, ban me ngjyros, i thije me ngjyra më pozitive dhe më të ndriçueshme vendin tënd dhe njerëzit e tu, dhe kuptova që mund të jetë një moment kthese, që atë emnin që Shqipnia ka në arenën ndërkombëtare, jo dhe aq të mirë aso kohë, mund të jetë primen momenti jon për me përkthy dhe me i dhanë vlerë për atë që ka me të vërtet jena. Po bota ose nuk na ka njoft hak, ose na ka njoft jo mirë, gjysmë mirë. Sikurse kemi dashur në shumicën e rasteve. Kështu më pëlqen ta perifrazoj ato që ne kemi lënë atyre të kuptohet, por sot çdo gjë është ndryshe. Dhe sot ti e kthyer, ke njohur të gjitha mundësitë që të jep Shqipëria gati. Ka pasur ndonjë moment, Mariana, që jeni penduar pse u kthyet në Shqipëri? Pavarësisht sfidave që kam kalu, si tek nisma jeme, tek bujtina, ku sfidat janë kanë të pafundme me mungesën e rrugës, me mungesën shpeshhertujit, mungesën për shumë gjatë energjisë elektrike, pra shumë gjana, shumica gjanave duhet të baheshin manualisht.
unë nuk jam penu as edhe një herë që jam kthy në Shqipëni. Nuk e kam konsideruar as pak sikur po ja jap unë një mundësi vendit tëm, po sigurisht vendi tu ma dhan mu mundësinë sepse është diçka shumë më e madhe se sa vetë qenja jeme. E kam vlerësu çdo moment atë që na ka fal Zoti në mënyrë të pa limitume dhe kam besu gjithmonë që është në dorën tonë që me këto gjëna kaq bukura që na janë dhënë mundën edhe na me bë vetë gjëna të bukura, me përdor pak më shumë shpirtnoren dhe po kanë nevoja aq e madhe me u mbyt në materialen. Kështu e kam pa gjithmonë dhe kështu e shoh një koncept mirë të turizmit që ndryshëm dhe afatgjat vendit tonë. Unë besoj se Shqipënia, pavarësisht se është një vend i vogël, me diversitetin shumë të madh që ka të komuniteteve, të kulturës, të natyrës, ka potencialin e pakufishëm për me zhvillu një turizëm shumë të bukur, një turizëm identitar, një zhvillim të qëndrueshëm, që do të thotë me respektu parimin e solidaritetit me brezat e ardhshëm, me punu dhe me udhëheq me ndërgjegjen e të ardhmes, jo vetëm asaj të sotmes, asaj të kufizumes në kohë dhe asaj që kufizohet te materialja dhe tek rritja ekonomike. Nuk është vetëm kjo mirëqenie. Duhet një raport më i fortë dhe më i ekuilibruar me natyrën edhe me mjedisin, se besoj tek raporti që kena me mjedisin përfshihet pashmangshmërisht edhe raporti që kena me njëri tjetrin. Shumë interesant ky këndvështrim, sepse sot ne po e kuptojmë ndryshe. Ne e duam mjedisin për të ndërtuar një vilë në të, për të ndërtuar disa vila apo ndërtesa shumë katëshe për ta kthyer në një qytet të ri, për t'ia marrë frymën, duke provuar shumë mirë që qytetet po lihen në harres, sepse Shqipëria nuk është Tirana e Durrësi, por është shumë përtej, është në ato zona ku ende sot e kësaj dite, sikurse ju e thoni, mungon uji, mungojnë dritat dhe kjo na kthen neve shumë pas. Keni pasur vëmendje në momentin që u kthyet. Unë e përmenda Financial Times, por edhe shumë revista të tjera botërore erdhën dhe ju pan si rast frymëzues. Ndër shqiptarët, a patët përkrahje? A keni pasur ju kontakt qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale? Cili ishte reagimi i tyre kur lexonin një varg ndoshta, nuk do thoja që lexonin të gjithë intervistën tuaj? Ma është dash me punu 2 vjet shumë intensivisht për ma arrit këtë vëmendje që t'jeme sinqert kur nuk e kam prit, dhe kur më kanë thënë që do vinin, kam thënë pa ata qa lypin këtë vend, për qa do të vinë ata këto. Dhe si duket edhe medjave të huaja, po dhe shqiptarve, u ka bërë shumë përshtypje mosha jeme, kanonit vajzë, kanonit e re, por edhe historia jeme që mas studimeve jam kthy në një vend kaq të izoluar, siç është ky cep i Shqipënisë e për me i Dukagjinit. Kam pasë mbështetje të pamas prej shqiptarëve mrena Shqipënisë edhe diasporës, dhe të them drejten, në mes të mbështetjes që kam pas prej të hujve, prej vizitorëve e krejta, për mu ma frymëzuesja ka qenë mbështetja e shqiptarëve, sepse për mu ka qenë shumë e rëndësishme që mjedhi një farë në kthimin e ndërgjegjes dhe të vetdijes së asaj që kena tentu gjithmonë me ik. Pra vendit ton edhe në këtë rast edhe vetë fshatit. Shqipënia në shumicën e saj ka qenë një zonë rurale, një zonë me zona fshati fushor dhe fshat nashemalor, dhe popullsia edhe në sistemin e ma përparshëm në shumicën e saj ka jetu e shpërndar në këto zona. Zhvillimi nuk do të thot me do mos qytet, edhe bota po e kupton këtë gjë shumë mirë dhe po tenton në tëna format e saj me ju kthy dhe një herë natyrës, mjedisit, fshatit, jetës së ngadalë, slow living dhe gjitha formave që ata i rikthen tek vetja dhe tek identiteti i tyre. Ne nuk jena akoma gati me shku në këtë fazë, se ndoshta akoma nuk e kena konsumu jetën urbane ashtu siç duhet. Besoj jena akoma pak të mangët në këtë stad për shkak të mungesës së shumë faciliteteve që kanë ardhur si rrjedhoje e shtetit dhe qeverisjeve në kohë ndër dekada në vendin tonë. Por është shumë e nevojshme që të mos jetë shumë vonë dita kur ta kuptojmë. Pra të kena prap ala prej kësaj Shqipënie që kena dhe sot, e cila nuk është edhe aq shumë falnesh sa është prej të parëve tonë dhe prej natyrës. Ajo çka është në dorën tonë, mos së paku është me rujt siç është, mos me prish. Kjo do ishte ndera më e madhe që mund t'i bëjmë. Mbështetja ka qenë e pakufizuar, edhe me vizitor,
kuptohet zona edhe për shkak të vetë formës edhe llojit të turizmit që ofron, shumica vizitorëve janë të huaj, sa ata kanë një mungesë shumë më të madhe për llojin e jetesës. Për shumë shqiptar ndoshta nuk zgjon shumë kujtime të bukura, se na kena vujt për kësaj varfënisë materiale që në perëndim është një farë jetë boheme, mund të them, një farë romantizimi dhe zgjon një farë ngjyrimi tjetër emocional dhe shimin. Ndërkohë ne në Shqipëni Alana zgjon kujtime dhimbje, dhe unë e kuptoj shumë mirë se nuk na lën me harru historia dhe nëse do na vetne. Pra na duhet ala kohë, por besoj se na duhet shumë reflektim. Nuk e mbështes as pak ndjenjat inferiore dhe as indiferente ndaj fshatit. Çdo tokë dhe çdo cep i Shqipënisë duhet promovu dhe mbështet për atë çka është, dhe ne nuk duhet harrojmë se është baza e jetës tonë. Sot në krizat më të mëdha që ka bota, pra globalizmi, është siguria ushqimore, një temë që po përmenet sot shumë ditë të sotit në vendet e zhvilluara, për shembull janë ekzistenca e frutave pa fara, dhe ata po konsiderojnë si një krizë shumë të madhe për të ardhmen edhe për vetë tashmen e njerëzimit. Ata po e konsiderojnë një sulm ndaj njerëzimit në mënyrë që sulm i dukshëm ndaj njerëzimit, sepse nëse nuk ekziston fara, atëherë si don me siguru vazhdimsinë. Do të thotë që do ju drejtohesh laboratorave, çka është totalisht kundër natyrës së vetë njeriut. Besoj se ne jemi larg asaj pike apo jo. Jena larg, po jo shumë larg, nuk mund ta marrim për të mirë shënë, se përderisa bujqësia shqiptare është në limitet e saja të ekzistencës, po ashtu edhe blegturia në gjitha zonat e Shqipënisë, pa dallim, me të vërtet duhet të shqetësohena për vetë jetën tonë, spari që është i lidhur poshmangshmërisht me këtë bujqësi, me këtë blegturi, me barion dhe me bujkun kudo qoftë në çdo cep të Shqipënisë edhe me vetë mjedisin. Pra vetë shoqënia është e orkestruar dhe e lidhur në një mënyrë ku efekti është domino, është i menjëhershëm, kudo që të ndodhin, në cepin më të larg të veriut dhe në cepin më të larg të jugut, ato lidhen aq shpejt edhe aq fort sa shpeshherë është e pamendueshme dhe e paimagjinueshme nga ana jonë. Mariana, ju dukeni qartë se jeni kaq e lidhur me tokën, jeni e lidhur me trojet, jeni e lidhur me zonën, jeni lidhur me atë natyrën identike që na karakterizon thellë, që të gjithë ndoshta, sikurse e thatë ju, nisur nga traumat e trashëguara, nga kujtimet e hidhura që kanë lënë kohët e shkuara, na kanë bërë që t'i përikim gjithkohës, të largohemi, të tentojmë të arrijmë qytetet, nëpërmjet qyteteve majat, nëpërmjet majave skajet, e derisa zbulojmë që jo, pas kemi bërë një rrugtim të kotë dhe kemi humbur kohën, që është gjëja më e shtrenjtë, e duhet të kthehemi pas. Por ndoshta një tentativë të ngjashme e keni kaluar ju, edhe pse jo shumë gjatë. Në 2025-ën ju jeni e para në listë për qarkun e Shkodrës, zgjidheni deputete e Partisë Socialiste dhe një vit më pas ju largoheni prej saj. E para ishte kjo vëmendje që fitoi Mariana në bujtinën e saj që e tërhoqi kryeministrin të vit tek ju, apo anasjelltas? Duhet ta them se politika nuk ka kanë kur ëndra jeme. S'kam pas as ëndra, as ambicie të mëdha që të hyj në politikë. E kam dash gjithmonë angazhimin komunitar, jam angazhuar qysh adoleshente në ato mënyra që na është dhënë mundësia aso kohe, se më ka pëlqyer shumë që kem zonin tem edhe qëndroj dhe diferencoj me mendimet edhe me veprat e mia. Ky ka qenë qëllimi im, por jo politika drejt për drejt ose pashmangshmërisht. Ka ndodhur në mënyrë shumë të paplanifikuar nga ana jeme, shumë surprizë, m'ash dash kohë me menu me vendose sa kisha filluar me vendos gurta asaj sipërmarrjes teme dhe më dukej shumë e vështirë që ta lija, se ishte edhe pashmangshmërisht e lidhen me imazhin tem dhe disa njerëz edhe më kërkonin mua, por isha edhe shumë në mreni të vetë mekanizmave dhe gjanave se si ndodhen. Dhe me ka ardhur ftesa disi si rrjedhoi atij artikulli në Financial Times që para 3 vitesh u bë dhe shkas që u njofta me kryeministrin që më ftoi në një podcast të ngjashëm që ai e udhëheq prej disa kohësh. Aty u takuame,
Aty i kallëzova hallet e zonës, mungesën e dritave, infrastrukturës, ndotjen edhe gjithçka bëhet. Më ofroi mbështetjen e tij dhe angazhimin e matejshëm për atë sa do mundej, sigurisht që mundej për përmirësimin e gjithë jetës publike në ato zona. Duhet të them që e ka dhënë një farë mbështetje edhe me infrastrukturën kohët e fundit rrugës së Komanit, diçka që ka qenë shumë e nevojshme dhe diçka që e kam kërkuar në kohë vazhdimisht edhe para se me hyn politikë dhe masi hyna në politik. Dhe kur më erdhi ftesa, them drejtën ishte pak surprizë. Dhe u menova një farë kohe, për dy ishin motivet më të mëdha që më kanë shtypur me hyn politik. Një si banore e Dukagjinit, tu ka një zonë që historikisht është diskriminu dhe i ka mungu vëmendja publike, vëmendja e gjitha qeverive dhe sistemeve në kohë ku ka mungu parimisht gjithçka. Dhe të paktën prej viteve 90 e këtej, nuk ka as shërbim shëndetësor, rrugët mungojnë, aksi kryesor nuk është i asfaltuar, kanë ik njerëzit, janë kanë detyruar me ik jo prej qefit dhe dëshirës madhe për qytetin, po për mungesës së kushteve më bazike për mbarvajtjen e individit, familjes dhe vetë komunitetit atje. Dhe së dyti, u motivova shumë si një e re dhe si një vajzë, se specifikisht për trit edhe për vajzat dhe gratë, ajo zoni ka pas mundësit pothuajse jo ekzistente, totalisht të pamujtuna. Dhe këto më shtyn që të hyja në politikë dhe të përfaqësoja një zonë që nuk ishte përfaqësuar për më shumë se 3 dekada. Ka qenë komuniteti shtyrsa jeme dhe nima dhe aktivizmi që unë mund t'jap dhe unë mund bajt mujtën për më ofru atyne atë çka ju është mohu pa drejtësisht, për që ju përket. Pra nuk e kam pas asnjë moment si një angazhim që po i baj nder komunitetit apo dikuj, po si një aktivizim që unë e kam sparit për detyrë dhe me që po më ofrohet nuk mund ta mohoj përderisa bashk komunitetit tem jashtë mohu për shumë kohë. Kjo është shtysa jeme. Duket që ka prodhuar diçka konkrete. Sot ju keni arritur të realizoni ato që qëndron si plaga më therrse e banorëve të asaj zone. Natyrshëm pyes, pse në një farë pike pastaj reaguat krejt ndryshe, u larguat nga ajo parti? Gjatë këtyre 10 muajve jam kanë vazhdimisht kërkuese ndaj qeverisë, edhe kritikuese herë mas herë dhe publikisht. Kam kërku dhe në grupe mbledhjet e mbyllura të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për çështjen e hipotekave, trashëgimisë kulturore, se si po na rrezikohen kullat të zhduken në gjitha anët e Shqipërisë, jo vetëm në veri, dhe se si një arkitekturë e tillë ne e dimë gjithë se sado e zhvilluar të teknologjia dhe sado të mundshme të jenë kushtet ekonomike, nuk mund të rikthehen më, sepse janë bërë në forma dhe në materiale që sot nuk gjenden më. As njerëzit që e kanë pas urtinë dhe deturinë për me i ndërtu ato lloj arkitekturash dhe shtëpiash. Përveç kësaj, njohja e pasunive dhe e pronave të vetë zonës nga UNV ka kanë interesi kryesor krahas rrugës, sepse ne flasim për fshatna, për zona, është problemi tonë Shqipërisë, por po flas kryesisht për atë zonë që unë përfaqësoj dhe jam interesuar më shumti, janë banorë dhe komunitete që kanë shekuj që kanë jetuar në ato zona. Ata i kanë trashëguar ato kulla prej qindra vitesh. Gjithë e njohim njëri tjetrin, gjithë e njohim historikun e familjes dhe të fisit të njëri tjetrit dhe dim dhe ka dhe mjaft dokumente historike dhe libra që dëshmojnë se si janë vendosur dhe se kanë jetuar në ato zona. Dhe sot e kësaj dite që ne flasim po për zona dhe banesa, kulla që nuk posedojnë as edhe një dokument ligjor për këtë trashëgimi që ata kanë. Dhe kjo më duket mas paku e pa drejt dhe jo dashamirëse as pak kundrejt një zone dhe një komuniteti të tillë. Ky ka kanë interesi jam primar edhe kryesori bashkë me rrugën. Aksi kryesori rrugës së Dukagjinit nuk është asfaltuar la. Uroj shumë dhe vazhdoj ta kërkoj sepse është jetike për zonën dhe edhe me qëndrimet që kam marrë gjatë këtyne kohëve kundër paketës së maleve dhe ofertave tjera për projekte të mëdha,
ka kënë që sparin e duhet të afrojmë kushtet bazë, pra bazën e asaj piramides të zhvillimit, dhe s'dyti duhet të synojmë dhe të flasim për projekte të mëdhaja. Që ose ne flasim për investime strategjike, paketën e maleve dhe ligjet e tjera që promovohen si në të mirë të vetë banorëve, atëherë spari duhet të ofrohet një rrugë, duhet të ketë ndërlidhshmëri fshatnash, bizneset e zonës nuk duhet jenë detyruar me marrë gjenerator 3 muaj në zonë për me shpëtu sipërmarrjet e tyne që i kanë ngrit me aq mund dhe shpesh herë i majnë përthojsh për me mbajt në ekzistencë, duhet të ketë mbrojtje të blegtërisë, të bujqësisë, mbrojtje të produktit venas, dhe stanet që ndërtohen në bjesht të mos kenë aq shumë procedura si kur ata të ishin të ndërtu një shtëpi dhe shumë kushte tjera që në kohën ku jetojmë as nuk duhet të diskutohen, për momentalisht nuk ekzistojnë dhe as nuk afrohen as pak për ata banorë dhe ato komunitete. Gjatë këtyre 10 muajve kam folë për çështjen e drinit si një urgjencë shumë e madhe kombëtare ekonomike, jo vetëm estetike, se shpesh herë mjedisin e kena pasur shumë të shputur prej nesh dhe diçka thjesht që ta gjykon syni si të bukur, por nuk është thjesht kaq, është shumë më e thellë dhe shumë më me ndikueshmëri të madhe të vetë individi dhe vetë komuniteti ku na jetojmë. Kam folë po ashtu për problemet me institucionin e universitetit në Shkodër, që edhe në ndërheqjen e rektorit të cilit unë haptazi dola në mbështetje, dhe pse ishte kundër subjektit ku baja pjesë aso kohe. Pra ndërkohë kena pas një farë kritike të mrenshme dhe një farë përplasje, edhe pse nuk ka ba shumë zhurmë në media ose nuk ka shken gjithkohë së dukshme si jashtme. Unë e kam shpreh pak kënaqësinë time në këtë forma dhe i kam dhënë shenjat që nuk po përshtatem në kohë. 10 muaj ishin mjaftueshëm për mu me kuptu që nuk përkas në këtë grup parlamentar, dhe që po kjo nuk do të thotë që kam ndjetë që përkas në një grup parlamentar tjetër, që t'jem e qartë, por ka një dëshmi që ma është ba me kohën dhe e kam kuptu dhe ma qartë asdi pas nisjes së protestës që nuk mund të qëndroj në një grup që është shumë kundër atyne parimeve dhe vlerave ku unë besoj dhe që më kanë një mu promovu dhe mu rrit edhe si sipërmarrëse, si aktiviste dhe ma vonë edhe me hyn politik. Mirë po, Marian, Zoti ndoshta ju a dha një shenjë që në momentin që ju e morët mandatin, ajo që ndodhi në Theth ishte një kamban alarmi për gjithë shqiptarët. Juve çuditërisht nuk reaguat në atë pikë, ndonse po prekej posaçërisht zona, modeli që ju luftuat për ta ruajtur gjallë. Dhe sot, kur them sot, para një jave në mos gabohem, kryeministri shkon po në të njëjtin vend, një vit pas asaj që u bë, dhe merr elozhe nga banorët e zonës. Ishte ndoshta e pavënd kur shija në rrjetet sociale anë kënd njerëzit të shanin thethianët për formën se si janë ndërtuar, për formën e pashtyll, ku në mes të protestës, ku populli ka një shpresë, ata i bëjnë elozhe kryeministrit. Pse nuk ishit ju aktive vjet? Pse nuk qëndruat si zë i fort vjet? Dhe çfarë keni për të na thënë si vjet për thethianët pro kryeministri? Ndoshta ke drejt kur thu që ka një shenjë që nuk dita me lexu në kohë. Ka ndodhur 3 muaj para se unë të merrja mandatin dhe të isha pjesë e parlamentit si deputete, dhe në aso kohë kam reagu me një deklarat sa po pati fillu ky aksion. Aksioni, po. Në fillimet e tij e kam mbështet, sepse jam e vetëdijshme që ndoshta nuk ka kënë modeli më perfekt i të bë monitorizëm, por jam shumë kundër mënyrës se si u bë ndërhymja, pavarësisht pa rregullsive që ka pas ajo zonë, shumë kundër arrogancës me të cilën u bë edhe kohës në të cilën e bë. Unë personalisht e kam marrë vesh prej mediave, edhe pse isha deputete jo krejtësisht e mandatume, por sa kishin marrë zgjedhjet. Dhe nuk mujta që t'ju vinë në ndihmë, po as të ndikoja për kohën e duhur ose për një sqarim të mundshëm. A kërkuat ju së paku një sqarim në ato momente? Kam pas komunikim me kryeministrin edhe me kryetarin e Bashkisë Shkodër, kam pas komunikim edhe më përpara për Thethin dhe për zonat e mbrojtuna të qarkut
që unë kam përfaqësu, për me ofru një standard dhe me kriju një standard në turizëm siç e kanë vendet e tjera perëndimore. Në shumë vende dhe në bjeshkët e Austrisë, dhe Italisë, dhe Francës, ke një standard edhe çfarë ngjyre me i dhanë dritares në ato zona që janë shumë turistike. Po a morët ju një përgjigje nga ky komunikim? Kërkesa jeme ka qenë që përgatitet një plan i mirëfillt urbanistik sa nuk është vonë dhe të ketë një plan zhvillimi dhe të detajum që ata që synojnë me zhvillu zonën e tyne të dinë se në çfarë forme me sjellja zhvillim dhe atë investim. Dukshëm nuk ka marrë përgjigje sepse nuk ka akoma një standard as edhe një plan të shpaloson për sa i përket as thethit dhe as zonave të tjera të mbrojtuna. Është mendoj diçka urgjente dhe shumë e nevojshme nëse realisht dona për me i pështu dhe për me i mbrojt zonat e bukura të pafundme që ka Shqipënia anë e kanë saj dhe për sa i përket pritjes që ju bë kryeministrit në theth para pak ditësh, nuk mund t'i gjykoj thethianët, duket edhe pak i pa drejt sulmi që ju bën në rrjetet sociale thethianëve, se me sa kam pa fotot vetëm 13 prej 36 të pranishmëve ishin thethian, pra që ishin të bujtinave. Pjesa tjetër janë kënë të importuar. Të zonave të tjera të qarkut Shkodër. Të importuan po mrena qarkut, mrena qarkut. Dhe nuk jam dakord me këtë sulm, them drejtën, është sikur të paragjykojmë dhe të sulmojmë tanë shqiptarët për shkak të një grushti militanta që mbrojnë një subjekt të caktuar politik. Po ju kur e dëgjuat ato zotrinj që foli për kryeministrin, si u ndjet? Mendoj se do ishte kanë me vend për me i kërku llogari. Ma mirë se çdo kujt tjetër duhet t'i kërkohej kryeministit llogari. Se pse u bë, si u bë dhe çfarë garancie jepet sot që të mos përsëritet i njëjti proces. Ky do kisha dashur që të kishte pas një ballafaqim më të drejtë për drejtë dhe më të fortë midis dy palëve. Gjatë këtyre 10 muajve, ju thoni që e keni takuar në takimet përbashkëta, keni pasur pak raste komunikimi personal. Këtë ja keni përmendur ndonjëherë kryeministrit për këtë çështje të paktën, keni këmbgulur që ai të jepte minimumi një përgjigje me çfarë motivi u bë ajo që u bë. Përgjigjet i ka dhënë publike sipas formës së tij, her mas here, jo pak herë, madje qysh se ka ndodhur para një viti. Ajo që un kam kërku ka një plan konkret dhe një mbështetje konkrete që del përtej fjalëve, po diçka që njerëzit dhe banorët dhe krejt komuniteti mund ta shohin në terren dhe që është në mbështetjet e tyre, pra një qartësi e matejshme për zhvillimin e biznesit dhe një plan të mirëfillt që ata ta dinë se a do rimbursohen, a do subvencionohen, a do jepet në një masë mbështetëse, apo çfarë garancie do kenë për zhvillimin e pronës së tyre në të ardhmen. Dhe pika kryesore që un kam kërku për sa i përket zonës së thethit, ka qenë sigurimi i rrugës, mbrojtja e aksit rrugor që shpesh bëhet edhe i pasigurt, çështja me turinave që kanë po ashtu shumë problem, shtimi frekuencave, mbështetja e mjedisit që të jetë sa më e pastër dhe po ashtu siç e përmend edhe një plan të mirëfillt urbanistik që ende sot kësaj dite nuk është bërë publik, ndonse kryeministri i merr lëvdatat nga banorët e zonës. A është i besës kryeministri? Këtë mundën me gjyku shqiptarët dhe me kallëzu shqiptarët më mirë se unë besoj. Në këndvështrimin tuaj. Unë kam bërë një shkrim para pak ditësh, pasi shpalosi një dokument për besën dhe ku kallëzova se çfarë është besa për ne malsorët. Besoj për tonë shqiptarë, sa është një koncept jo i lidhur me një lokalitet, por është një besim kombëtar i krejt i joni si shqiptar. Për ne besa është diçka e shejtë dhe nuk është diskutuar asnjëherë mundësia e shkeljes së një bese, po veç mbajtjes së saj me çdo kusht. Dhe në anët tona kur dikush ka dashur me rënë në ujdi për besën ose me vnu besë, siç kena thënë, kudo që ka jetuar si jashtë vendit, edhe nëse ka jetuar në një ndërtesë shumë luksoze o kudo, është kthyer te veni i të parëve, te kulla tyne dhe në një kish, në një log o në një kull janë mbledh palët dhe kanë vu besën. Pra, ky ka qenë edhe si një pakt për me të kthyer te vetja edhe për të bërë me kujtu se kush je edhe ku përket. Edhe si një farë vendosje në ekuilibër të qenjes tonë, me vendin ku jena dhe me vetë identitetin tonë. Besa është diçka shumë e shenjtë që nuk mund
përdoret për manuale, nuk është një manual politik dhe nuk mund të përdoret as si mburoj partije apo mburoj kundrejt elektoratit. Ajo çka një kryeministër dhe një qeveri duhet të ketë të mbështetet është mbi ligjin, mbi transparencën, mbi llogaridhënien dhe jo mbi besime të tilla dhe as deklarata të tilla që unë i konsideroj të pa vend. Tjetër gjë i përket shtetit dhe qeverisë dhe tjetër gjë mund të shpalosin vetë komunitetet dhe individi si qytetar i lirë. Mariana, ju keni pak kënaqësi pse ende nuk ka një plan strategjik për thethin, po jo vetëm për thethin, janë shumë zona të tilla. Thoni që paketa e maleve nuk është aq e mirë, banorët duhet bëjnë kujdes. Nga ana tjetër, thoni që edhe forma e besës që kryeministri kërkon sot duhet të shfaqej në bazë të traditës, të mësonim pak nga e shkuara, ta bënim si duhet, të jepnim më shumë zemër. Të gjitha këto gjëra ju rëndojnë sot? Dua të them, ju keni qenë kaq afër familjes socialiste. Lart e poshtë, ka 1 milion arsye që të sponsorizuar ajo nuk di ta them, duan të bëjnë pisë emrin tuaj. Duan t'ju lidhin largimin tuaj me një debat për rektorin e Universitetit të Shkodrës, për prishje të interesave. Unë nuk di se kush i nxjerr këto, ju a them sinqerisht. Ky program është i pari që e nis me ju. A ka diçka që ju vjen më tepër keq se e përgjithshmja në gjithë këtë kuadër? Ka kene prishme nga ana jeme që do ketë gjitha llojet e diskutimeve edhe të sulmeve pas largimit tem nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, nuk më shqetësojnë as pak, përkundrazi, e di se si pak a shumë se si funksionojnë gjanat në këtë vend dhe po kjo nuk më step as pak, më jep më shumë forcë për me vazhdu shumë më e vendosur në të ardhmen edhe në rrugtimin tem politik, që tani më besoj ka vazhdu më e fortë se sa ka qenë në fillimet e veta krejt më përpara. Kam një lloj hamendësimesh të ndryshme, kur bëhet fjalë për prishjet interesit, unë nuk di një president tjetër politik në historinë politike e Shqipërisë kur një deputet i ik partisë në pushtet dhe qëndron në pozitë aq më tepër i pavarur dhe i pa atashuar me një grup tjetër parlamentar të fortë. Besoj se kjo është hera parë që ndodh dhe nuk ka se si kjo të bëhet për interesa personale. Nuk besoj se ka një logjik të qëndësishme brenda saj. Unë për komoditet dhe për interesa personale do kisha nejt në pushtet. Aty të ofrohen goxha privilegje, network, njohje, mundësi shumë të ndryshme, akses në vende dhe në oportunitete që nuk i kanë qytetarët e tjerë shqiptar ose deputet e partive tjera, le të them. Por unë nuk e kam bërë se nuk është komoditeti ajo që kam pas shëllim kur kam hin politik. As nuk e kam tash, as nuk besoj se do ta kem ndonjëherë. Unë nuk kam blen shtëpi në Tiranë, as nuk besoj se do blej se nuk e konsideroj me vend as nevojshme për veten time. Unë jetoj me qira si në Tiranë si në Shkodër. Them drejten. Punë të saja, nuk e di se çka kanë bërë tjerë. Ditë them për veten dhe nuk do më shihni duke ble një apartament apo duke shku në vende shumë shtrejta se spari nuk jam kanë asnjëherë fanse e kësaj lloj jete dhe vazhdoj të mos jem sepse qëllimet e mia edhe stili i jetesës time është krejt ndryshe, lidhet edhe me atë që kam bërë më përpara, po shmangshmërisht dhe nuk mund të iki vetes, pavarësisht se ku baj pjesë dhe ç'lloj rrugtimi unë vendosi për me njek në të ardhmen time politike ose jo. Kolegët e Partisë Socialiste kanë tentuar t'ju bëjnë të ndryshoni mendje apo kanë ushtruar në një formë një lloj presioni edhe pozitiv, se presioni nuk ka pse të jetë gjithmonë negativ, që ju të ndryshoni kurs, të ktheheni aty ku u emëruat deputete e këtij parlamenti? Ka pas deputet socialist shumë kanë mbështet në mënyrë private dhe le themi e kanë respektu vendimin tem dhe nuk kanë tentuar as pak me ndryshu menjen. Ka pas nga ata që nëpërmjet rrjeteve sociale, ekraneve televizive kanë bërë kërkesë për me lanë mandatin, kanë bërë një farë
paragjykimi ose gjykimit të formës së tyne kundrejt personazhit tëm dhe mënyrës se si hyna dhe si largova nga politika. Këto janë gjëra që nuk më shqetësojnë as pak dhe janë të pritshme, them drejtën, se jam e vetëdijshme që ndërgjegjjen e tyne politike dhe njerëzore e kam vu përballë një farë pasqyre. Nëse po bëjnë gjane duhun si deputet, nëse po veprojnë si duhet, nëse po rreshtohen në anën e duhun të historisë, dhe kjo nuk është e lehtë, e di këtë. Prandaj nuk më shqetësojnë edhe deri diku i mirë kuptoj edhe me shëndrimet e tyne. Nga ana tjetër, a ka pasur deputet që ju kanë tërhequr ju në këtë pavarësinë nga Partia Socialiste, ju kanë shtyr të mbani një qëndrim tuajnë, ndoshta kanë parë një interes vetjak përtej asaj dhe kanë dashur që juve t'ju bashkojnë me këtë grup? Për largimin tem nga Partia Socialiste, unë nuk kam pas komunikim dhe konsultim me asë një figurë politike, bile as me familjen time, me askën tjetër. Gjithë e kanë marrë vesh prej rrjeteve sociale. Ky ka qenë tërësisht vendimi jem, sepse kam dashur ta respektoj këtë vendim dhe të limitoj çdo mundësi influence kundrejt këtij vendimi tërësisht personal teme. Është një akt politik dhe një largim që është bazu vetëm në parimet dhe vlerat në të cilat unë besoj. Këto kanë qenë këshilluesia më e mirë gjatë jetës teme për me majtë sa më afër të vërtetës. Keni ju sot kontakt me Ditmir Bushatin, Elisa Spiropalin? A kanë ata një qëndrim për këtë lëvizjen tuaj, nëse e keni? Nuk janë shpreh publikisht me sa i kam pa, nuk kam komunikim personal, nuk e di se çka mendojnë. Ata kanë bërë qëndrimet e tyre siç i kena pa të gjithë. Mendoj se çdo qëndrim ndryshe prej grupit, qëndrim konstruktiv ose më kritikus apo dhe në forma tjera, i ban vetë mirë grupit parlamentar, demokracisë mbrëmshme edhe vetë demokracisë në tërësi, sepse partitë politike janë një instrument i nevojshëm për me kriju shtetin, për me pas pushtetin edhe me udhëheq reformat e një vendi, po nuk janë përbetim i përjetshëm i individit me ta. Janë një rrugë dhe një mënyrë për të bërë politika dhe për të sjellë ndryshime, por nuk janë të lidhuna poshmangshmërisht me vetë qenien tonë politike dhe njerëzore. A keni pasur ftesa nga partitë e tjera për të rreshtuar ndoshta në një grupim të tyre parlamentar, sepse sikurse e dim opozita ka disa grupe parlamentare, nuk ka vetëm një atë shtyll, apo edhe partitë e reja? Kam pa mbështetjen e disa deputetëve prej grupeve të ndryshme parlamentare dhe nga partitë e vogla që më kanë mbështet publikisht pasi dhash ndërheqjen, e vlerësoj mbështetjen e tyre dhe daljen krah që më kanë bë në këtë kohë. Për mua është shumë herët të mendoj në këtë mënyrë ose me interesa elektoral. Për mua është e rëndësishme që këto 3 vjet të mandatit që më kanë mbet ti përdorin në mënyrë sa më eficiente, që ti jem sa më aktive, sa më opozitar dhe sa më i vërtet dhe sa më kritik për të mirën publike, për çështjet qytetare, për kauza që unë i vlerësoj me interes dhe që tashmë kam ndërgjegjen edhe lirinë e pakufizuar që ti sjell edhe tu jap zonë në parlament. Për mua kjo është më e rëndësishme, ndërgjegja e jeme e pastër edhe liria që më jepet për me vepruar në bazë kushtetutës dhe kartën që kam si deputete ta përdori në bazë të tyne. E fundit, por jo nga rëndësia, Mariana është kthyer në një simbol gjithashtu të protestës qytetare. Ju jeni zëri që shkoni në institucionet europiane dhe e përmendni atë, e mbështesni atë, ndryshe nga sa është mësuar më parë, apo ndryshe nga pesha që kanë pasur deputetë opozitës që shkojnë edhe me listën e ankesave i parashtrohen europarlamentarëve për më tepër mbështetje. Çfarë është kjo protestë në këndvështrimin tuaj? Protesta ka nis pa mu, ka qenë protesta që mu më ka frymëzu që ti bashkohem, pra jam unë ajo që ndjeku protesten dhe arriti vëmendjen e vet ndërkombëtare shumë kohë para se unë të shputesha prej grupit parlamentar. Pra nuk ka as pak nevojë për mua që t'i jap za dhe as ta mbështes në arenën ndërkombëtare.
Koken largimi jem nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ndollit e fundit politike në Shqipëni dhe vetë protesta, që europarlamentarët më ftun që të flas në Parlamentin Evropian, edhe ti takoj në takime private, kam dhënë mendimin tem objektiv mbi ato çka ndodh. Nuk bie asnjëherë dakord me narrativat negative mbi Shqipëninë, sepse pavarësisht përkatësive politike, bindjeve tona politike dhe partijake, Shqipënia është vendi ku gjithë përkasim dhe nuk mund të përdorim as kena një narrativ negative kundrejt vetë vendit tonë. Do ishte një vetvrasje, besoj disi e heshtun me cilën nuk bi kurse si dakord pavarësisht rrethanave ku ndodhena. Unë kam kërku mbështetje ma tejshme ndaj protestës, dhe pse ata kanë dhënë në mënyra që na kur nuk e kena pa ma përpara ardhja tyne fizike në shesh të mbështet, të dhënë zame, mediat ndërkombëtare, kam kërku një monitorim më të thellë për sa i përket veçanërisht kapitullit 27 të procesit integrimit që është për mjedisin, ajrin edhe klimen, që është edhe kapitulli më sfidues për vendin tonë, dhe kam kërku një monitorim më të thellë. Kam kërku gjithashtu që mos lejohet që procesi i integrimit të kthehet në një hap gjeopolitik, thjesht një hap gjeopolitik, ose një proces raportesh, mbushesh pafund raportesh, për të jetë ashtu siç duhet të jetë, një proces gjithëpërfshirës ku sparja shoqënia shqiptare aktori kryesor, aktive edhe jo pasive, dhe që ata gjejnë një lidhje të drejtë për drejtë me komunitetet edhe me shoqërinë civile. Kështu mundet me ofru një pasqyrë më e fortë e realitetit të vendit tonë, përtej një figure të një lideri partie politike apo vetë qeverisë. Ata duhet ta kenë më të gjanë pasqyrën e realitetit dhe se si funksionojnë punët në Shqipëni. Dhe kjo protest po na mëson shumë, po na edukon shumë gjithve, si ne që jena në politik, po edhe çdo qytetari. Besoj se mesazhet e kësaj proteste po edukojnë edhe po frymëzojnë edhe përtej kufive të vendit tonë. E konsideroj që vlera më e madhe në këtë ditë të 60, mos gabosha, është konsistenca e kësaj proteste. Deri më sot në Shqipëni na kena pas një histori negative të protestës, dhe kjo ka ndodhur prej vetë personave që i kanë marrë përsipër këto kauza dhe kanë përfundu tu i mbyt. Kjo protestë ka kallëzuar që ma në fund po sillet një kulturë po ndërtohet një kulturë politike në vendin tonë, një kulturë që nena ka mungu, kultura reagimit, e bashkimit, e vetdijes dhe ndërgjegjësimit mbi çka jena, çfarë drejtash edhe çfarë detyrimesh kena. Kjo protestë për mua është e ngjashme edhe me një revolucion permanent, një perpetuum mobile, siç e thonë, sepse po vazhdon, nuk po ndalet, edhe ashtu që nuk e ka nërmen mu ndal, dhe kjo është shumë e bukur. Shqiptarët po fillojnë më ndërgjithsu, duhet të ndërgjithsohen edhe më tej që politika dhe partia nuk janë e njëjta gjë. Politika është çdo gjë në jetën tonë. Qysh momenti që qohena në mëngjes, gjithçka bëjmë gjatë ditës, edhe mënyra se si menojmë influencohet dashje pa dashje nga politika, nga taksat, mirëqenia ekonomike, mundësia të pasurit një shtëpi, niveli çmimi i karburantit, ajri, ndotja, shëndeti, gjithçka në jetën tonë është politike, dhe sa më shumë ndërgjegje që të kena, aq më të mirë mund na me pas këtë politikë për të ardhmen. Më pëlqeu shumë kjo gjë. E fundit fare, çfarë ju kanë thënë familjarët tuaj në momentin që ju bët njoftimin për largimin nga logo e PS dhe mbështetët publikisht protestën? Për ta kohën e habishme si hymja, jam në politikë si dalja prej grupit parlamentar, pavarësisht gjithave e kanë mbështet maksimalisht. Unë jam shumë e lumtur që nëna jeme nuk ka rrjete sociale, kështu që nuk i bjen nuk lexon sharjet edhe nuk i bjen me ofendimet. pa vëllë gjanash. Besoj se sharjet e ofendimet janë një pjesë të vogël krahasuar me shumë shtetje që kanë marrë. Është e vërtetë. Por si zakonisht ne kena një shprehje lisi që rrëzohet bën më zhurmë që ai që rritet, por nuk është diçka për që më shqetëson as pak, se koha i seleksionon dhe kallëzon gjithçka mbi mua dhe mbi tetan. Kam pas mbështetjen e tyre të pakufishme, thjesht kanë dashur me ditë a jam mirë, i kam shpjegu pak a shumë se si funksionojnë gjanat, se si ka ndodhur, por në asnjë moment nuk kanë dyshuar, mu janë bërë mbështetja jeme më e madhe dhe padyshim edhe frymëzimi jam për shumë gjana. Forma më perfekte se si duhet të nis të zhvillohet demokracia,
pikërisht në familje, dhe unë uroj shumë që në atë parlament 140 vendësh mos të ketë më njerëz të fshehur nën petkun e një flamuri, por sa më shumë emra të përvetshëm, se vetëm ashtu Shqipëria do mund të ecë përpara. Mariana Koçeku, faleminderit që ishe me mua në këtë episod të parë të Pikë, dhe shumë suksese në 3 vitet që pasojnë të legjislaturave vijues. Faleminderit shumë. Nëse mund shtell diçka të vogël, Patjetër. që të kena një parlament më efektiv, pa figura anonime dhe njerëz që me të vërtet përfaqësojnë komunitetin dhe njerëzit i njohin, se sot nuk dina shumicën e emrave që janë atë parlament dhe as në qeveri, duhet të kena një sistem të hapun elektoral, ku të ketë një gardë vërtet dhe një konkurrencë mes individëve. Unë për një mend që kam marrë për një listë të mbyllur, nuk ka kënë zgjedhja jeme, kështu e kam gjetë sistemin elektoral, nuk bia as pak dakord me të, sepse nuk jam dakord që të ketë delegim, nuk delegohet përfaqësia. Përfaqësia është e drejtë për drejtë dhe duhet vinë prej vetë qytetarëve. Kështu e kërkon një demokraci e pastër dhe e qëndësishme, siç e kanë vendet e tjera të zhvilluara të perëndimit, dhe kështu duhet ta kena edhe na. Ka shumë arsye dhe interesa partijak dhe politik, sepse mbahet i burgoson ky ligj dhe kjo metodë, po mendoj që është kushti i parë që na të kena një demokraci të mirëqen, të kena një përfaqësi më të mirë, në mënyrë që edhe kërkesa llogarisë edhe lidhja midis përfaqësuesit edhe komunitetit të jetë më e madhe dhe pashmangshme. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.